Një ditë fëmia yt do t'ja përshkruaj fëmirinë e vet një njeriu që nuk e ke takuar kurrë. Do ulet në një tryezë që nuk e ke shtruar ti, në një shtëpi që tjetër kush e ka ndërtuar, përballë njerëzve që e kanë njohur vetëm si të rritur. Dhe do t'rregoj një histori. Do rrëfej se si ishte të rriteshe në shtëpinë tënde, se si ishte të rriteshe nga ti. Nuk do ndaloj në çdo hollësi, vetëm të ato pjesë që lënë shenjë. Ne nuk e zgjedhim historinë që fëmijët tanë do të tregojnë. Nuk kemi mundësi ta redaktojmë atë më vonë, por jemi duke e shkruar tani. Në mëngjeset e zakonshme, apo në mbrëmjet e rastësishme të një të mërkure, çfarëdo. Në çaste si ky, ku ndodhemi pikërisht tani. Ata do të mbajnë mend ndjesinë e dikujt që u hap derën, tonin e zërit ton në tryezë. Do të kujtojnë nëse shtëpia ndihej si një stre ngrohtë apo si një vend i ftohtë. E gëzueshme apo e tensionuar. E sigurt apo thjesht një skenë ku duhet të silleshin mirë. Shumë kohë pasi lodrat janë zhdukur, kur oraret të kenë ndryshuar dhe shtëpia të jetë bërë më e heshtur, historia e shtëpisë do të vazhdojë të flasë. Ndaj, mendo për atë që do t'u vinë ndërmend më vonë. Tingullin e pjatave në kuzhinë, përqafimet e dera, mënyra si pritëm miq, bisedat e vështira, festat plot gëzim. Këto janë gjërat që mbeten. Ne nuk mund të zgjedhim historinë që fëmijët tanë do t'tregojnë një ditë, por mund të vazhdojmë ta shtrojmë tryezën sikur ka shumë rëndësi, sepse ka shumë rëndësi.